Yasir Hasani do të vazhdojë me Esteghlal. Sulmuesi i Kombëtares ka thënë fjalën e fundit për zërat që u përhapën para kualifikueseve të botrorit. Të dashur tifozë besnik dhe të mrekullueshëm të Esteghlal, dita që mora ofertën e Esteghlal të ndjeva pasionin dhe emocionin, e zgjodha këtë skuadër me gjithë zemër për të qëndruar kraj jush dhe të luftoj për sukses. Këto ditë dëgjoj zëra të ndryshëm për largimin tim, por e vërteta është se fola me trajnerin dhe i premtuam njëri tjetrit të luftojmë bashkë për objektivat tonë, kraj jush dhe me mbështetjen tuaj. Jam këtu për shkak të dashurisë suaj dhe do të qëndroj me Esteghlal derisa të arrijmë një sukses madhështor. Nuk do të shkoj askund. Ju kërkoj vetëm të vazhdoni të mbështesni skuadrën, lojtarët dhe trajnerin tonë që punon pa u lodhur dhe me pasion çdo ditë. Më besoni, bashkë do të kemi sukses. Vetëm Esteghlal, shkruan Hasani në rrjetet sociale. Vetë menaxheri i Hasanit konfirmoi se ofertat nuk kanë munguar. Pavarësisht ofertave që kishim, unë, Yasiri dhe familja e tij vendosëm të qëndrojmë në Esteghlal. Për Hasanin ky klub është më shumë se futboll. Në zemrin e tij janë tifozët, menaxhmenti dhe trajneri Pinto. Ai nuk do klub tjetër. Ai dëshiron të luftojë për këtë fanellë dhe të shkruajë historinë me Esteghlal. Faleminderit për mbështetjen tuaj. Bashkë ecim përpara. Shkruan Jovkov.